Me të vërtet. E vërtet? Rëndësi ka të jesh mirë. S'ka problem. Atëherë, edhe unë jam shumë mirë, Barbaros Tunallë. Më vjen keq mua. Nuk e di mbiemrin e babait ton, kështu që quajta Tunallë. Me të vërtet. Cili ishte mbiemri i çatallit? Ha? Kur lëndohesh të dhem shpirti, apo jo? Nuk jam lënduar kur më parë. Jeta. Ndonjëherë të godet. Jo. Jeta të ka goditur ty? Dhe ti më godit e mua. Ti e pikërisht djali babait. Dünyada inanmazdım biteceğine. Beni böyle bırakıp gideceğine. Şarkıların günahı yok. Acıtan sensin içimi. Hangimiz istedi söyle. Bu adaletsiz seçimi. Şarkıların günahı yok. Acıtan sensin içimi. Hangimiz istedi söyle. Bu adaletsiz seçimi. Hayalin kırılınca, imkansızı umunca, korkulan gerçek olunca, gözyaşım kurumuyor. Hayalin kırılınca, imkansızı umunca, korkulan gerçek olunca, gözyaşım kurumuyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor. Ben unuttum desem de yerin hala dolmuyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor. Ben unuttum desem de yerin hala dolmuyor.
Urdhëroni. Güleshe, duhet të shohim Lara Jopoglun. Emri juaj? Ali Atesh? Mercan. Atesh? Sabit Atesh. Nuk mund të futeni brenda. Çfarë do të thotë se nuk mundemi? Motra jon ka pas një aksident, do të shohim nëse ajo të paktën është gjallë. E Kam largon nga urdhër, rruga kam vëlla. urdhër, nuk mund të futeni brenda. Shoqërues, kush tha se nuk mund të shohim? Kush i jep këtë urdhra? Lara Ajopoglu, ajo më urdhëroi. Çfarë? Si ashtu? Gyleshe ka urdhëruar të mos hyjmë? Gylajshe kush është nuk e di, por zonja Lara më urdhëroi. Vëlla Gjemal. Margu, shko. Çfarë po ndodh Gjemal? Vëlla, më vjen keq. More unë do ta shoh patjetër. Nesër kam një gjykim, e merr vesh. Do gjykohem për ndalimin e Gylajshes larg, e merr vesh. Prokurori Asari tha se do dënojmë të paktën një vit. Nuk do shkoj në burg pa parë motrën time Gjemal. Vëlla, kunata Gylajshe tani është zonja Lara. Ajo nuk është as motra jote, as kunata ime. Ajo është e Jopoglu. Edhe spitali është i saj. Nëse ajo thot nuk mund të hyni, nuk mund të hyni. Una mund të hyj? Maridjan, unë... Drejt, dëgjo, nesër do të shkoj në burg. Gjemal, të lutem bëj diçka. Fol, Gjemal. Gjemal, pas nesër do t'i iki. A kupton ti këtë? Era e fundi që do të shoh. Zafer. Jam unë, Sare. A mund të vi? Shh, prokurore. Ja. Ja. Faleminderit. Dhe së shkeq. Vendi i bukur qenë ka. Prokurore, si janë njerëzit tanë? A ka ndonjë lajm nga Gylajshe? Pra, ndoshta ka pas ditë më të mira, por le të themi se janë shëndoshe mirë. Faleminderit Zotit. Ka ndodhur diçka? Çfarë ndodhi, prokurore? Gylajshe pati një aksident. Çfarë? Mos u shqetësohu, tani është në gjendje të mirë. Qetësohu, nuk ka më asgjë. Si ka pasur aksident? Me kë ka pasur aksident? Makina e Xhaxhait, Nizamit, ra nga një shkëmb. Gylajshe ishte në makinë. Çfarë po thua, prokurore? Mos u shqetëso, po të them. Me të vërtetë, ajo është mirë tani. Barbaria tërhoqi Gylajshen jashtë para se makina të shpërthente dhe ai e shpëtoi atë. Barbari e shpëtoi. Ai barbari vrau motrën time duke lënë atë në gjysmën të martesës. Tani e shpëtoi jetën e saj. Si ka mundësi? Shikoje këtë barbarin herotash. Për hir të Zotit, a mund të qetësohesh? Si mund të qetësohem, prokurore? Prokurore, si mund të qetësohem? Nuk mund të jemi të qetë, prokurore. Familja ime u shkatrua. Si të qetësohem, më thuaj? Po fshihem këtu si një qenë ndacak, prokurore. A jeni dieni që po fshihem si qenë ndacak, prokurore? Nuk mund të jemi qeta as një natë të vetme. Shhh, ndalo, Zafer. Shiko. Zafer, më shiko.
Shh. Të premtoj. Herët avon do të vërtetoj të pafajshëm. Po sikur mos e vërtetosh. Të lutem. Për hir të Zotit. Unë jam prokurore, Zafer. Prokurore. Nuk do ta fsheh më kot një të dyshuar për vrasje, apo jo? A nuk është ashtu? Nuk do të vënë në rrezik të ardhmen time. Nëse them se do ta vërtetoj, atëherë do ta vërtetoj. Faleminderit, prokurore. Ndoshta të më quash Sare tashmë. Kur më thua prokurore, më duket se kam shkelur ligjin. E çuditshme duket, por kështu është. Është e vërtet. Por unë e kam fjalën për këtë gjë. Ju me kostum, me taka, nuk jeni të barabartë me një të arratisur, prokurore. E ashtu pra, me kostum, me taka e gjëra të tilla, ndoshta duhet të kisha bler diçka të tillë, edhe ty. Të solla diçka që të të ndihmoj të mbash për disa ditë. Le të qëndrojnë këtu. Gjithashtu, të solla edhe disa rroba. Do të sjell më vonë, e vendos këtu këtë. Sare. Hë? Mund të të pyes për një gjë të fundit. Çfarë? A mund të më dërgosh të hyma? Për çfarë? Duhet t'i them se nuk e vrava babain e saj unë. Së shpejti do ta zbulosh këtë, si të gjithë të tjerët, Zafer. Nuk mund ta marrim këtë rrezik tani, më vjen keq. Gjithashtu nëse ajo ju Nuk do denoncon. e bëj. Nga e di ti që ajo nuk do ta bëj? Po ti nga e di? Ata po të kërkojnë sepse Kara të denoncoj për vrasjen e babait të saj. Një minut. Ka ndonjë gjë mes jush? Çfarë? Ka ndonjë gjë mes jush? Jo. Jo, nuk ka asgjë të tillë si vale dashurisë diçka. E po ti ja ndjen ndonjë gjë në lidhje me vajzën? Pra, jeni duke me marrë në pyetje, prokurore, ka ose nuk ka? Edhe nëse ka, nuk është e nevojshme, Zafer. Sepse Huma Sepse hyma? ajo do të martohet. Si kështu? Me kë po martohet? Me Karën. Po martohet me Karën? Mirë, ku është ai? Prokurore, ku është ai? Ku është ai qenë? Ku I ka fikur fenherët pasha ynë? Çfarë ndodhi? Po më priste shefi? Hajde! Hyri tha se ishit në një dasëm dje. Dasma e kujt, e njo? Jo, se e njeh ti. Por, është dikush që duhet ta njohësh. Dhe kush është ai që duhet ta njoh? Nuk e di. Ndonjë supozim. Çfarë të supozoj?
Kush është? Mendo për këtë, gjehet çfarë? Shiko. Ma thuaj birë. Vendos. Fol birë. Hyma ju buglu. Hyma e jo poglu? Kush është kjo Hyma e ju poglu? Pasardh si porcelans e ju buglu. Edhe në të njëjtën kohë, gruaja me të cilën martohem. Çfarë? Do të martohem valla. Betohem. Mos u dal me mua birë. Prit. Është e vërtet? A do martohesh vërtet? Pikërisht. A do bëhesh burr kështu? Pra, unë kam një vëlla që në vend që të më pyesësh, është vajza e bukur? Ai më pyet, a do të bëhem burr kështu? E mahnitshme. Mos më fol për bukurinë. Nuk mund të martohesh, nuk do ta lejoj. Nuk kërkova leje. Do të martohem valla. Tani më thuaj pra. A dy është pranë meja apo jo? Në rregull, pasi që ke dëshirë për të martuar, do shkojmë ta kërkojmë vajzën. Mos më mundo kot. Tani të lutem, mos më zemro mua. Tani më thuaj, kush është kjo vajzë? Mjaft e pive më këtë ujë. Sa herë duhet të them se kjo është e dëmshme për ju? Çfarë ndodhi? Do të shkosh diku? Shpirt? Ti akoma nuk je gati? Sot do të fillim të punojmë në kompani, Hyma? Ne do t'i mbajmë vlerat tona. Për çfarë? Ju nuk i transferuat vlerat tuaja apo më mirë kompaninë në Kara apo jo? Hyma, ky tipi i quajtur Kara është zgjedhja jon e vetme tani. Si ashtu? Ja si. Sot Kara do të bashkohet në firmën si tutor i xhaxhait tënd dhe do të menaxhoj firmën. Kjo do të thotë se ne marrim kontrollin e trashëgimisë së xhaxhait tënd paraprakisht. Dhe ne mbrojmë pozitën tonë nga Lara, vajz, shpirti nënës. A e kupton? Tani vishu dhe shkojmë.
Baba. Mjekët në thonë të jemi të përgatitur për çdo gjë. Por unë nuk jam gati tani, baba. Kam humbur vëllezërit edhe motrën time. Humba dhe njeriu tim më të dashur. Nuk jam gati të humbas edhe ty, baba. Të lutem, mos shko, mos më lër mua të vetme, të lutem. Të lutem, mos më lër mua këtu, baba. Më duhet një pemë ku të mbështetem tani, të paktën ti mos më le që të bie, baba. Të lutem, mos më lër mua, baba. Lara vajz? Çfarë po bën ti këtu? Dil nga këtu, të lutem, babai mund të marr mikrobe. Babai tash më ka që dëshironte. Unë po mundohem të mos humbash trashëgiminë tënde. Unë tani jam me babain tim këtu, nuk më intereson trashëgimia, të thash? Çfarë po bën ti? Pse po qëndron në këmbë? Më dëgjo mua. Do të dalësh jashtë? A të dha leje doktori? As që e pyeta. Ore, më dëgjo, ndalo. A je i çmendur për hir të Zotit? Je i lënduar, nuk mund të dalësh kështu. Sare, e di ti kush e hodhi Gylajshin nga shkëmbi? Çatalli. Ky poshtri i preu frenat makinës. Nëse ju pogullu vdes, ai është vrasësi. Tani do të dalë dhe do ta gjej këtë ndyrësirë. Dhe ti nuk do të më ndalosh. Në rregull? Sot Aliu do dalë në gjyq. Barbara, do vish? Barbar? Komisar! Duhet të më dëgjosh. Kam nevojë për ndihmën tënde për të rrëzuar një bankë që shet fëmijë. Komisar, ju po bëni një gabim. Je i arrestuar që qellove me armë zjarre një oficer policie. Gjithashtu do të tregosh se ku po fshihet Çatalli. Xhemal, arrestojeni. Shiko, komisar, ju bëni gabim. Barbar. Aga, Ha? pse e arrestuat ata? Më qelloi me armë. Ha? Mirë, po çfarë do të bëjmë me ty? Do t'ju arrestojmë edhe juve. Nuk e di nëse Çatall ka vdekur. Erdhi ky dhe më ndaloi. Oh, bre. Nuk po them oh bre se Çatalli është gjallë, por se shpëtoi oh bre. Për ati nuk e qellove babain tënd. Edhe pse nuk më intereson fare je babai i tij. Më kupton? E kam fjalën për babain biologjik. Në rregull. Shkojmë. Në stacion, Xhemal. Komisar, nëse burgosëm nuk do të jem në gjendje të shkatroj bandën. Së pari ti do të tregosh ku është Çatalli kur të të marrë në pyetje, dhe pastaj ti do të mund të shkatrosh çfarë të duash. Shiko, u fejova me Huma Uyobuglu. Sot do emërohen përfaqësuesi Nizam Uyobuglu. Nuk po e bëj këtë për asgjë të keqe. Në të vërtetë, më duhen para. Vëllai im nuk do të më lër pa asgjë kur të filloj një luftë kundër tij. Dëgjoj, vëllai im Feza Pollat është një mjek shumë i famshëm në shoqërinë laike. Ta dish se ai gjithashtu u ndihmon të gjithëve. Ai kohën e fundit hapi një fondacion, more hetim të varfër atje dhe ata morën trajtim falas. Por pastaj fëmijët filluan të zhdukën, të gjithë fëmijët u zhdukën. Fëmijët dyshohen se ishin të lindur. A, ju po dyshoni se ata fëmijë nuk kanë lindur të vdekur. Kështu po thoni ju, apo jo? Pikërisht ashtu. Herën e fundit që e solla Eminën, ai ishte 8 muaj shtatzën.
Prit, edhe fëmia i saj ka lindur i vdekur? Po. Ajo është e sigurt se foshnja e saj është gjallë. Po, le të organizojmë gjithçka së bashku. Le të zbulojmë nëse vëllai im është prapa gjithë kësaj. Dhe ne do e shkatërrojmë këtë mafi. Dhe pastaj do të gjejmë djalin e Eminës. Ha? Komisar. Barbaros. Vazhdo, Xhemal. Mirë, herën tjetër. Të gjithë morët çokoladë. Po! Mirë. Premtoni se do t'i lani dhëmbët. Të premtojmë! Mirë, ju lumt. Më duhet të shkoj. Mos shko! Qëndroni pak vëlla Feza. Mos shko! Po duhet të zgjedh një gjë. Në rregull. Do të kthehem më vonë. Shihemi, do të vi përsëri. Shihemi. Ta lë në bestë. Mos u shqetëso, doktor Feza. Unë do kujdesem për ta. Fatima, shkojmë në klinik, motër. Ka mbetur pak kohë para lindjes. Shkojmë. Hajde. Vëlla Feza, çfarë ndodhi me djalin tim? Ti the se do të zbuloje. A keni bërë hetime? Sigurisht që bëra disa kërkime, Emine. Kam bërë disa kërkime. Kam biseduar me mjekët dhe mamit që morën pjesë në lindje. Për fat keq, foshnja 5 minuta pas lindjes vdiq. Kuptova, vëlla. Fatma, shpresoj që foshnja yt të jetoj. Fatma, shkojmë, motër. Emine, eja këtu. Eja. Urdhëroni? A dëshironi të gjeni fëmijën tuaj? Çfarë? Vëlla Kara ju dërgon përshëndetje dhe ju pyet nëse doni të gjeni fëmijën tuaj. Po, vëlla Fezat, se foshnja vdiq. Mos i beso ti vëllait Fezat shumë. E more? Në rregull. Çoje në punishte. Ku ke qenë deri më tani? Ku është Aliu? Shkova që ti marrë, por ato nuk ishin aty. Si ashtu? Zënja prokurore, seanca po fillon. Në rastin në të cilin Ali Atesh dhe Zafer Atesh akuzojnë për mbajtjen e Lara Eyupollut, për fshehje të informacionit,
dhe kryerjen e mashtrimit të kualifikuar dhe sasior, po e hap seancën dëgjimore. Mund të futem brenda. Ali Atesh, Zafer Atesh. Ali Atesh, Zafer Atesh. Nuk ka njeri, zotri gjykatës. Zotri gjykatës, Zafer Ateshi ka ikur sepse akuzohet për një krim tjetër. Ai mund të mos vi. Asa Ali Ateshi nuk është? Me që ata nuk erdhen në seancën dëgjimore, përse kërkove të liheshin në liri, zonja prokurore? Ku është Aliu? Ha, si nuk mundi të vi? E pra, tani ai do të marrë një dënim edhe më tashpër. Ta di këtë. Më lëshoni! Kush dreqin jeni ju? Lëshoni! Më lëshoni! Më lëshoni të thash! Më lëshoni! Më lëshoni, Ali! Më lëshoni! Më lëshoni! Më lëshoni! Më lëshoni! Ani! Ali! Lëshoni ju, më lëshoni! Lëshoni! Lëshoje! Lëshon kush je ti? Më lëshon të thash! Më lëshoni! Ali! Mergjan! Thua ju atyre jetimave të rrugës. A mund të thoni pse erdhët në klinikën time? Dhe nga vëllai im Kara, çfarë dëshiroj? Ridvan dil jashtë. Nëse ke mbaruar me telefonatën, do fillojmë procesin e arrestimit dhe do t'ju transferojmë në gjykatë. Por ti, nëse thua se ku është për momentin Çatalli, kjo është një çështje krejt tjetër. Shoku, çfarë policie ti? Ju po më arrestoni se kam bërë një dëmtim të vogël në shpatullën tuaj? Ti do të ndjekësh babajnë tënd. Por as që jeni të interesuar të rrezoni bandën që shkatroi jetën e qindra fëmijëve. Çfarë punë është kjo? Kush të tha se nuk më intereson? Ha? Të thash që unë jam oficer policie. Dhe unë këtë bandë do ta shkatërroj. Por ti do t'jesh në burg. Me të vërtet? Vërtet. Policia të rapo? Policia. Mirë. Çfarë je duke bërë ti? Ke për të pa. Ma jep këtu. Ma jep këtu. Fjal kalimin. Tregoje fjal kalimin! Aga, shefi telefonon është urgjente. Mere. Pra ti je polic, apo jo? Në rregull.